Falë, nuk jam e vartume. A më kon këtë pjesën single sapo i shijan? Mirë, nuk është keq. Qysh është koha tash mirë? Ai, koha sigurisht tash. Pe dim çfarë kohë kemi ardhur, diçka kur gjos ka sigurt. Çfarë vlerësoj, ajo dihet. Vlerësoj të jeti sinqert. Duhet me pas një çiftni pavarësi, mundet edhe me jetu dhe me familje, kur gjos ka të keqe. Aty në kërkin fatit. Le të zgjedhin çka është më e mira. Nëse kanë mundësi. Na keni zbukuru pije në Kupovina, unë ma që mirë në Kosovë kalojnë pej. Faleminderit Qa që shumë. veçan diçka pija që po na boni kaq për veti, kështu, si gazetar, Muj me thonë gjithçka. gjithçka. A ka në detoj që na se dim për juve. Pa e kemi Grykën e Rogovës, e kemi qytetin shumë të bukur, e kemi Lombardhin. Edhe unë e di gjenetikisht që thonë, si meshkuj, si femrat janë më të bukura në Kosovë, është e vërtet kjo? Besoj që po. A besoj? Besoj që po. A ke marrë na herë komplimente bashortit? Falë, nuk jam e vartume. Ah, nuk jeni, Okej. falë shumë. Single, nuk ka lidhje, është e drejta jote. A më kon këtë pjesën single sapo i shijan? Mirë, nuk është keq. Qysh është koha tash, mirë është. Qysh është koha tash? A është më mirë me qenë single, sipas teje? Në kohën e sodit mendoj që pavarësisht që po. Pse më mirë? Pa i, koha sigurisht tash. Pe dim çfarë kohë kemi ardhur, diçka kur gjos ka sigurt. Është vështirë me gjetë një person duhur. Është vështirë, është vështirë, është vështirë. Na ka gjetë një kohë shumë e vështirë. Ko e vështirë. Atë i robish man që kilon pak veten anash, që tash single. Jo, muj me thonë jo. Faktikisht vetëm ta kemi shëndetin, familjen, shëndash. Kjo është. A që më duket të pash preferenca pak hoxha të ronda, apo? Nuk besoj, ndështë i dukem nga familja apo jo. A do të më kanë gjithë qysh pejon? Jo, jo. Vetëm letash njeri. Njeri më kon. Shka nërson të një ma shkollë? Qa vlerësoj, ajo dihet. Vlerësoj të jeti sinqert. Të jeti sinqert, kaq. Si pishe këto divorcet që Të jenë një familje shëndosh, të vjen nga një familje shëndosh. Me qëra fjallë dhe familja, a ti kishme ku me familje e bashkërit mi e tu? Jo, as pak. Jo, as pak. Se unë mendoj mas pari për prindë e mi, atëhere. Jo, se shumica e nusëve të reja, nuk të shirojnë me familjen e burrit mi e tu. Po gjithkush i ka mendimet e veta. Aty nuk muj me ditë, unë gjithkush i ka mendimet e veta, personi për i personi dallan. A du me pas në përvlasimi që pas te, me po jo kaq shumë limitu. Duhet me pas, po mendoj që s'po di. Mundet me pas. Duhet me pas një çiftni pavarësi, mundet edhe me jetu dhe me familje, kur gjos ka të keqe. A mundet me jetu një famër e lumtur, edhe pa qenë e martuar, si pas te. Po, unë e mendoj që po. Unë e mendoj që. Por nga familja ke marrë kritika ka njerë të dim të marrim nga familja. Jo. Asnjëherë nuk o marrë. Asnjëherë. Nga prindit as nga askush. Jo. Pse ka të shumë një po të rusni femrave që son të martuara, pse s'martuan, nga familjar, nga rrethi. A trego pa? Pajna si Shqiptar. Si shqiptar që jemi, ashtu mendojmë, se mendoj që për evropianët kjo nuk është asgjë. Për shqiptarët është pak më pikpyetje, pse, qysh, tek, çka mundet me ndohë dhe ndej. Që e kështë tonë atë në femrave që janë akoma në kërkim të fatit. Aty në femrave në kërkim të fatit. Le të zgjedhin çka është më e mira, nëse kanë mundësi. Le ta zgjedhin diçka çka është më e mira nëse kanë mundësi. Kisha shumë kënaqësi që bisedova me ju. Faleminderit. Uroj më të mira, suksese, fat. Faleminderit edhe për juve. Po pafshim më të mira. Gjithashtu